Sot me lejnë Allah do t'jemi me një ajet në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala thot idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala po thot në këtë ajet, nëse të pyesin tije o Muhammed robrit e mi për mua, pra nëse vend dikush tek ti o Muhammed dhe të pyet për Allahun subhanahu wa taala, fa inni qarib, unë jam afër. Allahu Kur'an thot unë jam afër. Kjo ajet vëllezër të dashur, nëse mirë ne lexoni librin e Allahut subhanahu wa taala Kur'anin, do të hasni se kjo ajet është në mes ajeteve të cilët flasin mbi agjërimin, gjithsesi mbi Ramazanin. Disa ajete para këtij ajetit, disa ajete flasin për Ramazanin dhe pas këtij ajetit flet prapa ajetet flasin për Ramazanin. Që nëse e morim e studiojmë kontekst tekstit, kjo ajet nuk ka të bëje, nuk ka lidhje tematike me ajetet e mëparshme dhe as me ajetet e mëhershme. Po kjo ajet është fut në mes ajeteve të cilët flasin mbi dispozitet e Ramazanit. Andaj edhe dietarë sikur kanë thojnë, sikur që don Allahu subhanahu taala me këtë ajet na tregon se megjithse Ramazani është shumë me vlerë, ka pozitë të madhe dhe i ka ligjet, dhe i ka dispozitet e veta, vlen të theksohet se në Ramazan duhet bëjmë dua. Ramazan duhet të shtojmë lutjet tona drejtuar Allahut subhanahu taala. Andaj edhe kjo ajet erdhen mes ajeteve të Ramazanit, sikur që ka thënë Allahu subhanahu taala me na thonë ne, pasi që ti mësoni dispozitet e Ramazanit, mos e harroni Allahun dua. Mos e harroni Allahun lutje. Mos harroni që me kërku prej Allahut. Mos harroni që me troki derën Allahut, me li prej Allahut, me u anku të Allahut, me çoj tek Allahu. E Allah subhanahu taala tha inni qarib, fa inni qarib, unë jam afër. Andaj vëllezër, këtu del shesh se duaja është shumë e rëndësishme në namaz. Lutja është shumë e rëndësishme në Ramazan. Andaj edhe ka disa hadithe tjerë të cilët flasin se duaja para iftarit pranohet. Duaja e sifirit pranohet. Andaj edhe rastësisht kjo ajet ndodhet në mesin e ajeteve të cilët flasin për Ramazanin. Dhe dashur, gjithashtu vlen të cekët se 14 ajete kanë ardhur me tekstin idha sa'alaka. Domethënë, nëse të pyesin ti, yes'alunaka, të pyesin ti o Muhammed. Nëse mirë ne lexoni librin e Allahut, do të hasnin 14 ajete ku Allahu subhanahu wa taala i drejtohet Muhammedit dhe i thotë do të pyesin tije. Nëse të pyesin tije, nëse të vësin ti o Muhammed, edhe përgjigja në 13 ajete është thuaj Muhammed. Thuaj Muhammed, se për shembull eselune kanë ruh. Të pyesin ti çfarë është shpirti, fekul, Allah thotë thuaj. Pastaj ajeti tjetër të pyesin ti o Muhammed, Allahu thotë thuaj o Muhammed. Përveç se në këtë ajet, përveç se në këtë ajet nuk ka ardhur folja thuaj apo përgjigju, s'ka ardhur. Po direkt Allahu çfarë thotë? Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i. Nëse të pyesin ti robrit për mua, thuaj unë jam afër. Çfarë? Unë çfarë thash? Thuaj. Jo. Në Kur'an nuk ka hiç thuaj. Jo, më një herë Allah është përgjigj. Fa inni qarib. Sikur që ka thënë Allahu subhanahu kur e ka largu këtë folën thuaj, dietar kanë thonë se ka thënë Allahu më na mësua neve besimtarve se kur ta lutesh Allahun azza wa jall, përgjigja vjen më një herë.
Edhe Allahu e kam shin këtë foljen thuaj që mos t'i shkoje dikuj ndërmend se Allahu mes përgjigjes së Allahut dhe robit është një folje. Andaj edhe Allahu tha thuaj fe inni qarib, tha më njëherë, unë i përgjigjem thirrjes më njëherë, unë i përgjigjem lutjes më njëherë, unë ati jam, fe inni qarib, unë jam afër, ujibu da'wat ad-da'i, jam afër tina dhe i përgjigjem thirrjes dhe i përgjigjem lutjes së njerëzve. Fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Edhe i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala pa ndërmjetësues. Andaj ibadeti i vetëm, i cili nuk kërkon kible, nuk kërkon abdes, nuk kërkon pozit, nuk kërkon asgjë, po është adhurim, dhe çdo do të më kuptoni një send. Kur ti ngresh dorë te Allahu, kur të bësh dua, ti je duke adhuru Allah, ti je duke bëj ibadet, ti je duke ofru te Allah subhanahu wa taala. Shtaj pikpyetja a përgjigjet ajo. Do të thonë kjo përgjigjes tona ai përgjigjet ajo, pastaj do të folna. Mirë po vet akti i lutjes është ibadet. Për as shko sa e lut Allahun, ti me automatizëm afrohesh te Allahu. Për as shko sa ti kërkon prej Allahut, ti je në adhurim, ti je në ibadet, ti je në sevap, ti je në një punë të cilën e don Allahu. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ed-du'a'u huwa al-ibada. Lutja është adhurim. Andaj edhe lutjet tona nuk ja drejtojmë për vetë se kujna Allahu subhanahu wa taala. Lutjen ton, doan ton ja drejtojmë vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe vetëm prej tij kërkojmë. Idha sa'alta fas'alillah. Nëse lip, nëse kërkon, nëse bën do, drejtoja Allahut dhe as kujt tjetër. Ne nuk e lutemi as vorrën, ne nuk e lutemi as shehun, ne nuk e lutemi as kënd, hiç tirën e tokës, as me lokun, as me leç nuk i lutemi, as pejgamber nuk bën do. Jo vëllazër. Doja është enkas special për Allahun subhanahu wa taala. Andaj çdo do që i kushtohet dikujt tjetër përveç Allahut, çka themi? Është shirk. Se ne jemi të obliguar me lut vetëm Allahun subhanahu wa taala, me lip vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. E dikush piçative të volgjeve shka janë atje në fund, kam thon hoxhët i të thon me lip veç prej Allahut, po me lipun e pinonës në bardakuj. Jo. Me lip prej Allahut subhanahu wa taala sende të cilët janë specifike veçuri të Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, ne dina kush i fal gjunaat? Allahu. A dhe ti me shkuet dikun, me i thonë të një gurit, me i thonë o gur, falmi gjunaat, kjo është shirk, kjo është gjuna i madhë, kjo është mëkat i madhë. Kush në gjallë? është Allahu subhanahu wa taala. Kush jep shpirt, jep Allahu subhanahu wa taala. E me shku te filoni me thonë o te filan, jepum shpirt, kjo është shirk, se domethënë jeta, shërimi, domethënë çka janë specifike për Allahu subhanahu wa taala, nëse ti i drejtohesh dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, dije se ti i ke bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vëllazër, një send i bukur që është në këtë ajet, çka thot Allahu subhanahu wa taala, tha idha sa'alaka ibadi, nëse të pyesin ti o Muhammed robrit e mi, robrit e mi, që Allahu subhanahu wa taala sa na don. Që Allah subhanahu wa taala çfarë pozite na ngrit. Që Allah azza wa jall se sa i mëshirshëm është ndaj neve. Që Allah subhanahu wa taala, domethënë ne sa gëzojmë respekt tek Allah subhanahu wa taala. Besimtar, musliman, që kanë thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Çfarë thot Allahu? Allahu nuk tha idha sa'alaka ibad. Tha nëse të pyesin ti robrit. Jo. Tha nëse të pyesin ti o Muhammed robrit e mi, të mit janë ato. E nëse je i Allahut, nëse je rob i Allahut subhanahu wa taala dhe je i sinqert, atëherë më do mos lutjet kanë më pranuar. Domethënë, kjo besimtarit jep një farë vlerë dhe ngrit një pozitë që Allahu subhanahu wa taala po na çon neve gjithëve robrit e mi. Idha sa'alaka ibadi, nëse ty o Muhammed të pyesin robrit e mi, fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i. Unë jam afër. Unë jam shumë afër. E Allah subhanahu wa taala këtu na tregon se Allah subhanahu wa taala nëse është afër, çfarë? Nëse dikush prej krijesave është afër dikujt, çfarë nuk kuptojmë ne? Ne nuk kuptojmë një sen. Edhe ajo është se përgjigja do të jetë shumë e shpejtë. Te Allahu subhanahu wa taala
nuk shkohet vetëm se me zemra të sinqerta dhe me dua besnike. Nëse në Allah subhanahu wa taala e lutmi me zemra të sinqerta, edhe i nështrohemi Allahut, i përkulemi Allahut, jemi të vazhdueshëm, këmbgulës, non stop në lutje dhe dua, Allahu tha fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i, un jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i, i përgjigjna thirrjes lutjeve. Ju përgjigjna lutjeve t'juve. Për këtë vëllezër dashur, një ndër kushtet që më pranu doja, patjetër është që zemra të jetë prezente. Kur ta lutish Allahun azza wa jall, dush me ditë që Allah është afër. Edhe çfarë tha Allah? Ujibu da'wat ad-da'i. Ju përgjigjna gjitha kërkesave, gjitha lutjeve të cilët mi bën bita Ademit. Edhe këtë dush me kuptu për këti ajetit, dush me kuptu se Allahu, depot Allahu të kokan shumë. Nuk ka krijesë firën e tokës që mund t'ja plotëson dëshirat njerëzve përveç se Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka krijesë e cila mund t'ja plotëson lutjet, kërkesat njerëzve përveç se Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu shfaqet madhështia e Allahut subhanahu wa taala. Këtu shfaqet bujaria e Allahut subhanahu wa taala. Këtu shfaqet se sa Allahu subhanahu wa taala ka, se sa Allahu azza jall depot Allahut janë të mëdha. Për këtë me një hadith ka thonë la awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnukum kanu ala sa'idin wahid. Fa me konë prej gjinët, njerëzit, prej të Ademit dhe deri tek i fundit, që janë miliarda e miliarda e biliona njerëz, prej njerëzve dhe prej gjinëve. Kanu ala sa'idin wahid. Gjithë mu mledh me një vend, me një vend. Dhe secili prej tyre me li prej Allahut, çka ja don shpirti, dhe Allahu më ia plotsu gjithë secilit prej atyre kërkesën, ma naqasa min mulkillah, fa nuk paksohet pushteti i Allahut dhe nuk paksohen depot e Allahut atë sa merr gjilpona prej oqeanit. Një gjilpon të vogël me shti në oqean, sa ujë ka me morën, çaq njerëzit me li prej Allahut, prej Ademi a.s. dhe deri tek i fundit e sa të botë kiamet, për njerëzve dhe gjinëve me lip të Allahu gjithëve më plotsu dëshirat, në fund nuk hum prej pushtetit Allahut subhanahu wa taala asgjë përveç atë sa merr gjilpona prej detit. E kjo të bën me kuptu se anko jo Allahut. Kjo të bën me kuptu që lip prej Allahut. Allahu ka merak me ndëgju zonin tonë. E në ma ofër me Allahun është kur zemra jonë edhe ftyra jonë janë të përkullur për Allahun në seqle. Avon shonësët për më pranu mësë shumëti janë kur njeriu është më ofër. Allahu kështu është ofër neve. Mirë po kur bjen në seqle, Allahu është edhe më ofër neve. Për këtë zemra jonë të jetë e thyme, e nënçmume, e përkull tek Allahu subhanahu wa taala kur të seqle, duke vendosur senin më të çmueshëm çka e kemi bollën ton dhe me kërku prej Allahut subhanahu wa taala, andaj prezenca e zemrës në lutje dhe sinqeriteti në gjumë, wallahi vëllezër janë shumë shanset janë për mu pranuar lutjet tona. Pastaj vëllezër, këshilli çka thot Allahu, nëse lexoni librin e Allahut është shumë interesant. Tash edhe munol desin e parë thash meditimi, meditu të fjalët e Allahut subhanahu wa taala. A shumë mahnit së libri Allah s.w.t. Allah s.w.t. nëse ka vendos një pik, e ka vendos për një sebeb. Nuk ka tepër në Kur'an. Gjithë shka e ka kuptimin e vetë. Çka thot Allah s.w.t. thot? Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Tha i përgjigjna thirrjes. Kujdesa. Tha i përgjigjna thirrjes. Sa atyre të cilët më lusin mua. Dhe në asnjë mënyrë s'ka thonë Allahu ja u plotësoj gjitha lutjet. Dallimin a dëni me kuptue. Allah s.w.t. nuk thot që unë çka të më lipish ta jap. Jo. Allah thot i përgjigjna unë thirrjes. I përgjigjna thirrjes. Po ku është dallimi hoxha? Çe dallimi është? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i biri Ademit çdo herë që i ngrin dorë të Allahut subhanahu wa taala, Allahu ja pranon. Allahu aq bujar është, sa që i vin turp Allahut me aty dorë zero. Aq bujar është Allahu
që Allahu t'i vin marrë që ti kur ta lutish Allahun mos me t'i kthi dorë zero, me një fjalë mos me t'i pranuar. Ti pranon Allahu subhanahu. Po çish ti pranon? Çe vëllezër dashur, e çish i pranon? E para vëllezër dashur është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha nëse lip Allahun ta jep çata. Shembull, i ngrin dorë te Allahu subhanahu taala i thu o Allah ma jep një kë. E du një kë. Allahu ta jep kerën. E para. Mundet Allahu me ta dhon kerën. E para. E dyta, Allahu azza wa jall s'ta jep kerën, po ta largon një të keqe e cila është e ngjashme me kerën, me veturën. A e kuptuat këtë dytën? Shembull, o Allah, berma një kerë, prap me kerën, po tha. Keri kushton 10.000 euro. Allahu s'ta jep kerën 10.000 euro. Ma Allahu trun mos me të gjejë shtëpia për 10.000 euro. S'ta ka dhon kerën. Amo ta ka largu një bela, një të keqe e cila ka pas me ndodh, e cila është e ngjashme me lutjen të cilën ti e ke bën. E lipe kerën, o Allah ma jep kerën, s'ta dha Allah kerën. Ama Allah ta largoi një bela e cila ka pas me ndodh ti, e cila është e ngjashme me atë çka e ke lut ti. Kjo e dyta. Për çdo mundësia as parën se, as ditën se. Po çfarë? Allahu ta ruan duon, Allahu subhanahu wa taala ta kompenzon në ahiret. Allahu ta kompenzon në ahiret. Allahu ta kompenzon në ahiret. Çish ta kompenzon? Për shembull, ki pas me kon në xhenet shumë poshtë. Edhe ti e ke lut shpesh Allahun, lut Allahun, s'ta pranon me automatizëm ta ka pranu. Mirë pas ta ka dhon ti tash jesh këtë mirë në këtë dunjë, çfarë? Kur të prish në ahiret, Allahu thot hes të nalt, ngritu të nalt në xhenet. Ngriti pozitet e tuja. E ti kemi thonë, ja Rab, po pse i të ngritën atë? Ha, thot, ti mu ki lut mu shumë, ki bo doa tepër, shumë mu ki lut mu e unë s'ti kam dhonë atë dunjo, ti kam rujt për tu në ahiret, që me ta ngrit pozitën tonë në gjennet. Për këtë lusë në Allah në Azogjel, që të në ban për atyre të cilët e lusin Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe kuptojnë realitetin e këti ajeti, i cili është sa Allahu subhanahu wa ta'ala i pranon gjitha lutjet, amo nuk t'i plotëson kërkesat. Allahu i pranon gjitha lutjet, mirë po nuk t'i plotëson kërkesat të cilët i donë. Për këtyre ajeteve të cilët muna me kuptu është se Allahu subhanahu wa ta'ala është i gjithë fuqishmi. Allahu subhanahu wa ta'ala është Allahu azza wa jall nuk i përngjan atina as në pushtet, as në mbretëri, as në bujari, as në asgjë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë vëllezër, këto ditë Ramazanit le ta lusmi Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu ka dënjer nuk na jep një dua. E lut një herë s'ta jep Allahu subhanahu wa ta'ala. A dini për çka do të me tani zonin tin sejdë? Për këtë njeriu duhet mu anku te Allahu subhanahu wa ta'ala. Shpesh herë kur vjen njerëzit i tham, shiçoni, shpesh herë ti po shkon anku është njëun, vallahi vllave, nuk kam punë, nuk ka tom hec, u munova këtë biznes, u munova atë biznes, e bona këta, ama sa tom hec diçka. A tjetër shkon te vllai vet, o vlla, sa me puna për mu martu, de këtu, de lipati, de atë, de këtu. Sa janë anku është dikuj na, ankoj Allahut në sejdë. Lip prej Allahut në sejdë. Kërko prej Allahut në sejdë. Zbuloja zemrën, sekretet çka i ki Allahu subhanahu wa ta'ala. Qiti ato çka i ki brendësin, ato vujtjet, atë rëndësin tonë, ato problemet e tuja, ato telashet e tuja, atë stresin tanë, atë gojlën tonë. Prezentoja Allah, qiti Allah në sejdë. Kallëzoja Allah çka kije. Thuju Allah, çka të kanë. Kjo është ibadet, kjo është adhurim, pranon Allahu. Allahu azza wa jall është i gjithë fuqishmi. Për këtë mos e harroni vëllezër dashur këtë ajet. Idha sa'alaka ibadi anni. Nëse robrit të pyesin ti o Muhammed për mua. Nëse robrit e mi të pyesin ti për mua, fa inni qarib minha. Fa inni qarib, un jam shumë afër. Sikur që ka thënë Allahu azza wa jall thash, atë folën se ka thon thuaj, hiç,
13 ajete ka thonë thuaj, apo përgjigju më, të kia ajet s'ka thuaj, minjerë ka thonë, fa inni karib, sikur që donë Allah, zë ka thonë, zgjatët shumë, nëse hinë folja mes mua dhe robrive të mi, zgjatët shumë, pun jam ati, minjëherë, direkt, shumë shpeti përgjigja. Fa inni karib, u gjivu da'vat e da'i, i përgjigjna thirrjes së gjithë thirrje, i u përgjigjna gjitha lutjeve. Andaj vëllezërshëm këtë muaj Ramazanit është një far sekreti pse ka ardhur kjo ajet mes ajeteve të Ramazanit. Për çka? Me na kallëzon neve se këtë muaj më shfrytzuar në do. Edhe për këtë dini vëllezërshëm kur e ka pyetur Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë me kon që e di natën e Kadrit, çka të bëj? Çfarë punë me bu? Ka thonë ban do. Çfarë doje me lut? Ka thonë Allahumma innaka lafun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah ti e falë se don falën na fal neve. Për këtë lutje Allahu azza wa jalla neve dhuhet na fal gjunat, na vën për banorët e xhenetit.